Nga Prishtina sot do të kemi lajmin se a do të votohet apo jo Glau Konjovska, i mandatuari i lëvizjes vetëvendosje. Unë do të dëshiroja që jo. Dhe e dini pse? Është më mirë një test i ri pas atyreve të komunave, ku sigurisht çdo parti mori atë që meritonte. I njohim të gjitha i dim, rezultatet i janë aty, kush ka punuar për Dardanin, kush ka punuar për Serbin, kush ka votuar në favor të ligjeve që mbrojnë pikërisht serbët armiqt, kush i amnistoi ata kriminal, kush e bëri zajednicën, kush i rriti rrogat dhe pensionet, kush e pagoi gallupin që të thotë se Kosova është vendi numër 1 në Europë dhe i treti në botë për paqe dhe qetësi. Dardanët kanë sy vesh dhe dinë të gjykojnë. Le të shkojnë në zgjedhje të parakohshme dhe t'i masin forcat të gjithë. Do të isha shumë i lumtur që kjo të bëjë realitet. Le të presim vendimin e deputetëve se si të duhet të kalojë buxheti, që Dardania mos të rrëzohet akoma nga kjo krizë artificiale e klasës politike.